الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hoxhi nderuam, xhamat, vëllezër, të nderuam këshill i kësaj xhamie, mysafir, të nderuam së pari hamdi dhe falënderimet tona i takojnë madhërisë Allahut Dhul Xhelal. Salatet dhe selamet qofshin gjithmonë për shpirtin e Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duat tona te Zoti janë që Allahu ibadetin të cilin e bëm, inshallah Allahu kabul e bën. Gjitha lutjet të na i pranojë Rabbul Alamin. Dhash Zoti të na bëjë afë magfiret. Të meta, noksanllëke, të cilët i kemi Zoti inshallah të gjithë dhe na i fal. Se tek e fundi që jemi njerëz. Pra, shfrytëzoj rastin që Hoxha Efendijen ta falenderoj për ftesën që më ka bë dhe njëkohësisht edhe t'i thon për hajr këta mexhlise dhe Zoti të dhasht të mira dhe jetë gati inshallah. Se jo vetëm lloka, po gjithë fshatrat tonë, gjithë vendet tonë, gjitha lagjet tona, xhamit tona kanë nevojë për mexhlise, sidomos dinjë. Për kësi lloj mexhlise, në të cilët mexhlise Zoti shlon rahmet në ta mexhlise. Në të cilët mexhlise pra muslimanët, besimtarët, apo gjithësisht tash po flasni për këtë fshat të Llokës, do ta dinë shembull gjithë banorët e Llokës se masi i keni ta mexhlise shembull ditën e diell, apo? Do ta dini se ditën e diell banu bejzant, o gjo, unë kam majt ligjërata dhe ala majt ligjërata çdo të hanë në laç. Do 23 vjet me rënd. Ka ndodh çdo të hanë. Ka ndodh dënere me 7 veta, me 10 veta. Ama si kam këputën. Ama një gjithë e din, misafir, çka ka e çka s'ka. Krejt e din se Hoxha ditën e hanë është i zanë. Edhe ata shoh xhamatin që i kam ato rreth i ngushtë. Edhe ata e din shumë mirë, ju kanë kallëzuar gjithëve se ditën e hanë, as mos hajdi, as mos më thirrni se ditën e hanë kam ders. Edhe njëjta këto, këtë sezon të dimni se verës normal ka punë, dita e gatë, lodhen njerëzit. Mirë po me shfrytëzu dimnit këtë me një misafir, me Hoxhën tuj që e keni, elhamdulillah, mashallah, për mashallah e keni, pa na e di shka punët dhe nërë defektit e na, se gjithmonë në atinve që i kemi si avdim, na e kemi merak si popull, jemi, masit na shkojnë, a i mirë ishte konë si kishmi di. Ramet i pas shpirti Hoxhën më e kupin për para, në Slupçana që e komanovare, e pika këna e plate shashin, çmos thoshin për atë. Kur vdiq, shumë i mirë i shkon. Tash po ti der gjeve kisha. Ti shos ke dhon për atë shta shumë mirë i shkon. Defekti jona kjo. Unë lexova një ajet kuranor që Allahu pra thot në Kur'anin e Kerim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zoti gjendjen e një populli nuk e ndryshon. Pse se ndryshon? Sepse ata s'lëvizin. Sepse me një popull në të cilin popull ala diskutabile dhe muhabete e bojmë shumë të madha, me kanë gjatë me hinëve se a me kanë çmajnë. Disa sende që i bisedojmë na që janë hepten,
E ka se vapin e vetë edhe ajo. Mirë po hepten të ulta, të imta, kurse ne disa të cilët janë më të mëdhoja, disa mesele, disa çështje që i tangojnë këtij ummeti, ne i kemi lënë mbrapa, nuk i diskutojmë, ne nuk i folim, nuk e folim në gjendjen e muslimanëve, nuk e bën mitmi të thirrën për në xhennet, të thirrën kujtun të bën luçi për në xhennet, thirr për në xhennet, as njësën e shef të e thirr një fukaron në sofrën e vet. Së në shef. Me bo, mos dash Zoti, një gruaje huj me hin në shpinë ka tonë dikun. Ka ardhën, do një misafirë, do një gruaje huj, ka do një gazetare, me hin të dikush në shpinë, krejt ka toni për 10 minuta e morin vesh. A more vesh, filan një gruaje, kuj di unë e qka. Me bo me vedhën, kërkush nuk e shef. Ja vedhin ka uqeq, ja vedhin vitrinë dhe altëndin në parët, këtë ja vedhin, as një katunar se ka po kërkush. Në këtë gjendje që është kjo ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë ta telashe, me gjithë ta probleme, dashnin me zveti jo, fitne sa dush, mizivirllëk sa dush, gibet sa dush, nuk e dojmë njën një qetrin, atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk e ka imanin e plot një musliman, ai i cili nuk ja don vllavit vet apo katundarit atë që ja don vetvetes. E na me sjell tash në këtë meselë që do më ndalen, e shohmi sa larg jemi. Më së pari unë në sa larg jam. Tona secili ta shihë vetveten. Para te Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin. Zoti se ndryshon gjendjen e një populli. I cili popull han me zveti, zdohen me zveti. 100 telashe i kanë me zveti, 100 belaja i kanë me zveti. Mirë po, nuk e kanë problemin atë që e ka re Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pjesa e ditë e këtij ajeti kuranor, që unë me këtë po e nisi ligjëratën time, derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e vet. Me jam lu njëri gjunat, mos me fol për njerëzit, mos me bo gibet, mos me bo mizivirllëk, mos me përçan mes muslimanëve, mos me bajtën fjalë mes muslimanëve. Kjo është ajo që është e madhe që ka porosit Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Unë edhe para një 3 jave e kallzova, vëllezër. Na kemi nevojë për gjithësi. Unë thash kur I foli këta sende këta gjana këto që neve na mungojnë, mos kujtoni se juve jam ty fol vetëm. Unë vetes pi fol. Këtë ummeti jemi në çiket vend, në çiket grop kemi ra. Thot para disa jave e bënë me dia dhe e tregova dhe e përmenda, thot njëni prej nxazëve I cili nxaz e ka bën darsmën, ku me gjetë kësi burra, e masi e ka bën darsmën e ka thirr një mësues ai 80 e kusur vjet. Apo dhe masi kur e ka thirrën ka shkuar e ka falenderuar atë mësuesin. Ai mësues më plak, e ka pru dikush për kraj, ka thonë e ti pse të kam thirr, thot pse? Thot kam thirr se në klasë një herë pa ta vedhën diçka. Te I krejve na qitën dras, po ave këthene këtirën ka drasa edhe në halakate, thot ma gjete mu sahatin që e vedha une, se ja pa të nëvedh njënit sahatin, ma gjete mu sahatin, sunalet e une, vazhdove deri në qosh, që mës mirët vesh që une e kam vedhën. E mësuesja diçka I tha mësuesi tha, o e vlad, ma mirë mës të më kishe kallëzu, tha se edhe une I pa ta mshel sinjt mës ta di se as se di që të I e kanë. I pa ta mshel sinjt edhe ju Allah ka që meren, që mës ta di kush e ka bon këtë punë, këtë vjetë. E gjendja e këti, a konë më ndryshe? Po, a konë më ndryshe. Ka shlu Zoti bereqet ma shumë. Se herët njerëzit qohen, njerëzit e falin sabajn, mas sabajn bojnë dhikrin e sabajn, e përmendin Allahun dhul xhelal, qojnë salavate Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tona flin muslimanët dhe në 10, 11, po I përpara, o që s'po ka bereqet, po shumë bereqet dhe atë përpara. Shumë bereqet. Përpara, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bereqeti I ummetit tëm është fi bukuriha, në sabah.
Bereqeti ummetit është në sabat. Shko shpejt e muslimanëve, këshilli ishte në sabat. Të kahët. Përpara e lidhshin namazin e sabahit me oxhakin e shtëpisë. Me një shtëpi që s'kishte oxhak. Gjithë ditën let lipe nuse, kush si jipke. Pse oxhaki si kallët oxhak. E lidhshin oxhakin e shtëpisë me domaçinllëkin e domaçinkës së shtëpisë. E lidhshin oxhakin e shtëpisë me burrnin në shtëpi që e kishin. Tash as oxhak as kurrë. Ajde pezon o me struj për nëzhe, nani që po pajtona që me struj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bereqeti shpërndat në sabah. Bereqeti në sabah shpërndat. Me laqet në sabah e shpërndajnë rriskin. Edhe e japin, filonit që kash, filonit që kash, filonit që kash. Te dikush, pak. Shembull, kanë 1.000 dinar, 500 dinar në ditë, Allah e di mas mirë se se. Dikuj 50 dinar. Ja rab, po edhe ki hera si që. Po pse vesh 50 këti? Po ki si argjon, ki si dohet, ati ata që janë shërëngushëm, ati me bëhileve, ata që jasë sharosin kur as një kafe një shoqit që jaja, një gjematit një kafe nuk e, po pse që ka shpa këti? Po këti si dohet, po këti pse nimi, po kia gjimer, ki jep, për qatu ne i jap, se aj që i jap, i japun, aj që i shtërëngon, ja shtërëngoj edhe une. Na dhe kafe kër shkojmë me pi. Shkojmë me pi kafe, 4-5 shok, edhe tash edhe si shqiptarë, kër shkojmë të kaca, 3-4 veta të kaca me pagu, është aj kamarjeri, këtë nësë ja merë njënë që me. Aj ti pagu këta të qërë të vinë, dhe habe asyla, jo be vla, tha aj njëni, ma i mensh me edhe, halal parës, po shkoj. Dhe me ke, aj që ka qaros i ka haram. Aj i ka haram, ki i ka halal. Halal parës po argjohën. Jo, te i halal i ki. Ama ma halal i ka qaj që jetë. Për atë do të me bo një jetë njëri sa herë sadaka. Edhe kafe kur ti jip një shoqi tënë bënë një jetë sadaka. Se ajo shkruhet të Zoti. Ajo e ka çmimin e vetë. Edhe kafe. Edhe ku ta thirsh një mikin tënë, mik të shpije që e kije, në shpi, me avon një darkë. E ki thirë në mishë të shvijes, bërë me njëtë sadaka, buk me dhonë për Allah, se Allah o të shkru në sadaka, po të po, sa me fukaraj, po ve dallojre, mes zekatit dhe mes sadakas, zekati i për fukaras, sadakaja edhe ati që ka, jepi, ndihmoje, edhe për qatë, shpesh neve nga thojnë, ama sa e vërtet, o gjallarë se shti në dorën gjepë, pasha Allah i në shti. A të shë bujë kalzoj, unë e shok që i ka me dinë, edhe din shumë mirë. Pse? Sepse një jeti do të jeti mirë, i pastër. Pse jo? Pse jo? Për atë pra Allahu dhe gjallë, po këthejnë atë jeti koranor, mos gjanohën a shumë. Allahu dhe gjallë, pra i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Zoti gjendjen e një populli nuk e ndryshon derisa ai popull ta ndryshojë gjendjen e vet. Pastaj dalmi ti një ajet tjetër, ajetë koranore që ngadal e lidhja temën edhe të mexhlisave, edhe të tubimeve, edhe temën e trive, temën e rinijës. Se rinia jonë ka nisë disa rrugë. Elhamdulillah, ka rini të mirë, ka rini që e dojnë namazin, e dojnë fejnë, e Allahu dhul gjallë, mirë po një pjesë të madhe të rinijës, nuk e kemi në për xhamia. Një pjesë të madhe rinijës kanë marrë rrugën jo të mirë. Shka thot Allahu dhul Gjelal? Suret Kehf tregon për do gjem, për do gjelmosha, për do zgana, për do njerëz të cilët kanë besu Zotin. Shka thot Allahu dhul Gjelal? Me ju kalzëm këtive trive të sotit, edhe në kone Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë. Innahum fitjetun amenu bi rabbihim, fazidnahum huda. Në kone asaj kohë kur ishte herët, në shpjegimin e suret Kehf e kemi pa me siguri Allahu që tregon një histori të një mbreti, një histori të një sundimtari i cili ka qenë zullumqar, i padrejt, ka shkelën, ai i cili ka thonë la ilaha illallah, Zoti është një, nuk ka Zot tjetër, ai ka shkelën. E disa gjemtri se kanë ndëruar atë padrejtësi, atë zullum, dhe e kanë besu Zotin, ata u largun,
u dan anësh, u dan veç. Shire, i miri nuk ka letë shumë më konë i mirë, ka një nanë, këta bëjnë shëzat. Se e ban me muzik darsman, e ban me muzik kojdjune si në të lëkin, e ban me haram, e ban me raki, e i rivi do të ndalë. Do të koqitin në këtë rast. Jo, nuk shkoj. Pse? Po Zoti e kam dalu. Po unë përrive për këta ka full Zoti. Ka thonë, inon fitjetun, janë disa gjelmosha, azgana janë, burrat mirë, e dojnë Zotin, janë da. Amenu bi rabbihim, fezidnahum huda. Besun Zotin, dhe undan anësh. Undan anësh. Nuk lujnë komar, po janë da anësh. Pse? Sepse amenu bi rabbihim, kanë besu në Allahun e vetë. Në Zotin e vetë kanë besu. E Zotin shka thot të na? Subhanallah, ata të cilët besojnë Zot. Thot, Zoti fezidnahum huda. Ta na javështum ne edhe ma shumë. Ata besun në Allah, ne javështum pastaj besimin ma shumë atinve. Që ata që besojnë, ne javështojnë. Shembull, mere Aliun radiallahu ta'ala anhu. 12 vjet e ka pranu fejnë Islam. 12 vjet, jo ma shumë. 12 vjet. Dhe ka qenë një prej burrave të mirë. Kër e ka në vetën, ja Ali, radiallahu ta'ala anhu, qishe diktoj, kështu sa mirë, sa fjale mençme, sa fjale bukur. Ja Ali, e ka vetë njëni, qishe diktoj vetën, a jam pi njerëzve të ahiretit, a pi njerëzve dunjajës. Shka tha Ali, radiallahu ta'ala anhu? Ai i cili ka fletën në shtratin e Muhammed Mustafas, ku ka bo hijret, si ka lëviz, hiq. Ata ka ndosh të misin, bile u kam lu, Ali radiallahu ta'ala. Jo me shplu kryen, që ta diktojnë se ashtë Alia mos ta misin. Po e kam lu kryen, të kujtojnë se a Resulullah ta misin këtë, e shpëtoje Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I shfari imani, se ka pos gajle, e kam lu kryen, në ashtë e të misin. Ama në të misin për Allah bile, ta di se për shka shkoj. Më dhimët shpirti me shku për kur gjohiq. Shpirti së më dhimët me shku për Allah, ama për kur gjohiq më dhimët. Tha e vetën, qish e dikton, qish mujt ta diktoj vetën, a jam njërë ahireti, a njërë dunjaj. E qka njërë ahireti dhe njërë dunjaj? Njërë ahireti dhe me ke dertin e kjetej në ahiret atje. Ti mundosh për dunjaj, ama kur të vene punën, në pikpitje, dunjaja dhe ahireti, ti e zgjidh ahireti. Kur të vene punën me përzi me haram mallin, ja, unë nuk du pse, e di që kam e vdek. Unë e synoj ahiretin atje. Tha Aliu radiallahu ta'ala. Tha ndash me dita shumë thjeshta. Tha një. Kur jep një fukara, se ndihmon një fukara. Nëse të bëhet qefi ma shumë kur jep, se sa ma shumë kur merë, i e njërë ahireti. A nëse të bëhet qefi ma shumë kur merë, e kur të lip dikush shtrengushëm, dhe që i njërë dënjaj. E na qishe kemi mëra? Unë e vendi fukaraja, të semafori, unë e nxerri. Unë për veti për kalzoj, tash për të kalzoj për ti. E nxerri topin me pare, edhe ka këshiri, këtë ka 500, ka 1000, vetë o matinga, a i kina 10 dinar. A sa be marra, gjithë thatë be që të ka dhonë Zoti, me ka dhonë Zoti, një të pare, s'ka, së më po gjejnë 10 dinar që ka 100, ka 500 po, në dhejmën me adhon 100, a i kemi 10 dinar, bemi 10 dinar të antja. Po jepeve se s'bo që amet 100. E këto shife vetën të edhe une, se nuk i e njërë ahireti, i e njërë dunjaje, e të dunjajen, mas shumëti. Se fukara, unë e di se dikur shtë të shoh, për shumë me polipin, a shumë e vërtet. Po ndalmi nga prap këto, të kjo temë, a shumë e vërtet. Mirë po, këto e dalon vetën se me cilët je, ka cila anë je. Për atë, pra Allahu dhul gjelali ka thanë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ja Muhammed alaihi salatu wa sallam, innahum fitjetun amenu bi rabbihim, janë disa gjemë të cilët kanë besu Zotin, ne javë kemi shtu besimin. Gjaferi, radiallahu ta'ala anhu, Gjaferu Tajjar, që i kanë thonë Tajjar, fjala në gjuhën arabe Tajjar, atë me thonë aeroplan, ajë që fluturon. E Resulullah
Qish në atë ko, Allah s'ka pas aeroplan, në kërkon. E ka quaj Gjaferin, Gjaferu Tajjar. Gjaferi që fluturon, si ballon, si aeroplan. Pse? Në xhennet fluturon. Sepse e ka mbajt flamurin. Flamurin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. E ka mbajt me një dorë, ja kanë prej. E ka mbajt me qetrën, edhe qetrën ja kanë prej. Me shpatlla mundu ta maje flamurin. Por derisa edhe shpatlla që kanë prej. Vend trup s'ka metën pa i ra me shpat. Edhe atëherë shloj i ra flamurin, mur qetri. I ra flamurin, Gjaferit e mur qetri, vdit Gjaferi. Dollën me pritën, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, prej Medine, tha pe shoh Gjaferin, duke fluturu në për xhennet. Subhanallah. Burr ai ishte i ri. Sa vjet i pat Gjaferi që dha shpirt? Sa vjet i pat? 60 vet? 70? Jo, 33 vet si pat mushën. Te na tash në këtë kohë me del dikush 50 vet, vallai i rive. Bash në kohën që dohet, i ri. 33 vet ala kom bash mirë si pat mushën. 32 për pak me i mush 33, edhe shpirtin. Ama ata janë që ka thonë Zoti, fezidnahum huda, ja u kemi shtune udhëzimin atyre. Pse? Se e kërkon udhëzimin. Çka të kërkojsh në këtë dunjë tjetër Allahu Zotullah? Nëse kërkon iman, ta shton Zoti imanin. Ta shton besimin Allahu Zotullah. Nëse kërkon besim në Allahun, Allahu ta shton edhe mukonën që të kanë lujt mend krejt. Edhe mukonën që të kanë lujt mend krejt. Atë rastin që unë e kam përmendën në kohën e Hasan Basrijes. Hasan Basrija radiallahu ta'ala anhu ka shku në për spitale. Spitale që kanë qenë me të meta mendore. Ka shku në për ato spitale i ka vizitu ata, subhanallah. Mirë ba, me ata nëzasit e vetë kur ka shku e ka vizitu atë spital, e ka pa njonin i lidh me singjir. I lidh me singjir. Dhe veç thot e du. Veç atë e du. Çka të mbojë unë prapë e du. Ata nxënësët e vet i kanë thonën Hasan Basrija ka qenë një prej ulemove dhe prej elvijave, thojnë, elvija i Zotit ka qenë. I thojnë, o hoq, thot kizave kanë akon një dashurum të një vajzë, s'ka shtash kamet çati ju ka koqitën, se dëna e ki pa edhe pleshve, para se me vdekën disa, kur s'mon ka fundi, ata ju koqitët e jo CD-ja. Koqitët me një vend. Edhe në radi kur e shtej, qitelia, nuk del kur gjo qëtër. Edhe ati plakit i nalët dikun. Ku i nalët? I nalët në qatë vend, ku mas shumë ti ka desh të naj. Nëse ka desh të fejën, a i vesh për fejë. Të bo me dek, vesh babet abdesi. Do të smutun kam një për njonin, tha, o që tha sunu qo, ka as abdes me madhë kur gjo, tha vesh rrike shton shtrat, në durve ja banke. Që shton? Jip ke mes krije sikur për i lan durt. Po merr abdes, tha edhe çashton u lidhke. Hiç. U lidhke 2 minuta, sa u lidhke, vesh jip ke selam. Pse a thu? Jeta i ka shku ç'shton. E Allahu shka thot, fezidnahum huda. E na ja kemi shtu këti, se ki ka jetu, çiket e ka desht, me çiket ka jetu. E tha, i than, nashta e ka deshtën, çat subhanallah. Tha Hasan Basrija u afru dhe përqafoi atë gjalin e ri, subhanallah. Kër e përqafet gjalin e ri, kajti hoxha. Masi u dapi ati, që a i lidh të kishin lidhën. Tha, e vetën në zonë, se thanë, shka tha? Pse kajte? Pse po ka? Jo tha, ta lepëve të vetë tha. E, more, vlad, more, gjemë, shka tha mu. Për qatë po kaj s'pëndësum për nalë. Tha më tha, o hoq. Tha, na kete njujmë si pudal, na ki i do, si cili ka të në ka dënja, që sa është mirë. Edhe nësër ju thëmë, në ka, a ki një do matë meshmi, vesh të abojnë me dorë, o gjohë, mos i banë shumë të abi se kisë. O, përsha Zotin, masa gullam që ato janë, që neve na dukëm që si janë mirë. Ata lafin e kanë top. Shka të fole, se lunë, topi. Jo tha këtinve, tha nuk ishte, tha të do, së kur na që shpeshopi. Tha e shka tha? Tha më tha,
e du, më tha, pasha Zotin e du. Edhe pse më ka prun këtë gjendje e du. Edhe me më shtin në zjarë xhenemit, prap e du. Kam ju thonë xhenem live, dëshmoni se e du. Për ka? Për Zotin. Shire çfarë imani. E du pasha Zotin e du. Edhe pse më ka prun këtë gjendje, mesingjer më kanë lidhën, këtë më thojnë budal, unë e du. Edhe me më shti, aj xheneti dhe xheneti janë dorë, xhenemi janë dorë të ati. Edhe me më shti në xhenem, kam ju thonë xhenem live, e du pasha Zotin e du. Kështë çfarë imani. Kështë çfarë besimi. Për atë Allahu dhulgjari për ka thonë, fezidnahum huda, i ja u kemi shtu atin në udhëzimin. Pse? Se e ka desht udhëzimin. E ka desht udhëzimin. E ka desht atë rrugën e Allahut dhulgjari. E ata që e dojnë dhe e kërkojnë rrugën e Zotit, s'ka shibe që Allahu dhulgjari pra ja vjep atin. I udhëzon. I udhëzon. Hiç pa shibe. Hiç pa shibe. Zoti i udhëzon. Sikur që i udhëzoj ata të cilët në kohë në suret Kehf që i përmend dhe sikur që ju udhëzoi pjesën dërmuese të kujt sahabëve dhe mas dhe sot e kësaj dite ata që e lipin udhëzimin Allahu dhul xhelal hiç pa shibe dhe pa dyshim se ja vjet. Për atë ka thonë Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam me një hadith për hadithën të tij. Thot i du 3 reta. 3 më shumë i du. Disa thojnë hadithja i dot, kurse ki hadith përcjellet në musnedin e Imam Ahmedi. Zoti Kofrazina atë. Ka thonë cila, shka janë ata? Ka thonë, Zoti e do gjymertin. Po gjymertin në fukara, ma shumë e do. Sa ai që ka zëngini, ai ka hije më konë gjymert. Ama fukaraja më konë gjymert, Zoti ma shumë e do. E do gjymertin, ama gjymertin fukara ma shumë e do. Për para, në përshpijet tona, shti po folmi për nënën teme, nënën tonë është plesh që janë konë, e nënën të plaka ative trive, se sistemi këtë të trit kanë ndrumë. Kanë ndrumë, Allah e disha kanë nërë për jetu këta, ta trit që janë. Për para, s'kan pasën në tona, po kur ka tumë, të na i thujnë katan, apo? Katan, atë dhaltin, e ka mush sa në qorbe për para, ato sa anët e qorbës, nisë sa në qorbës, kishë sa në veti si zëlli, sa në qorbës e mushin, qoja filonit se s'kan, qoja atyre nisan se s'kan, qoja atyre nisan se s'kan, nuk jetë kënë shmej shumë pak dhalt, kur u tonë këtë dhalti. Pse? Ato s'kishin, ama gjimert fukara, e Allah thot e du gjimertin fukara ma shumë e du. Nuk kije me veti, klip një fukara, 100 dinar, ja, bëjrën me meri se zbanë qa me. Meri bes edhe unë jam qëllë, edhe unë e kam metë, bile të i dil pi krize. Për para thëshin plesht, për darsën, edhe për shpi, kur s'ka pat krizë. Kanë arë shok, dashamir, a do dishka. Sot, me bon dikush, shpi me bon, ose edhe darsën, me bon, vetëm me marë vesh një akrabal, ose një shok që filani po dhe kemi të lip pare, te i mener telefonin ja selë, qishi ja i mirë, shatë kanë, qishi ki punë bëdos, o dos janë zorbe një 5.000 euro, si të zhuri ba. Ta pret pi për para, na i veqe o bëna kontrona patë. Pi për para ta pret, subhanallah. A i kije një 5.000 më dhonë, që te i mo ta këpuj që mujt i mitin. Po sa keshtu ardhë të të. Subhanallah. E do gjimertin fukara ma shumë e do Allahu. E do njerin që falë namaz, që ma është në rrugë Zotit, po ma shumë t'i ken e do. Pleqt, s'kam ku shkojnë mo. Plaki, që i ka bo 70 vetë, aj më e shef se nuk ka rrugë dalje. Aj në gjami, ma që të rëkunë së në gjenë. Ama Zoti e do të rivin i cili vjen në gjami ma shumë se plakin i cili është në gjami.
Këto janë fjalë që s'mi thot hoxha. I ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I do njerëzit e mirë, po të mirin, trivin i cili është i mirë ma shumë e do Allahu xhalal. Pse? Pse i rivi ka shans në këtë namaz jacije, se në këtë kohë më kom dikun që tërkon, do një vend të keq. Po i rivi e kalon në noksan, e kalon, nuk ka shku në kafe, nuk ka shku atje, nuk ka shku në përvendet këshia, ka ardhën në xhami me ngu një fjalë të Allahut xhalal. E këtë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka dashur me thonë, zotër unë të kjo pika të është atë mëri, të pika e cila Allahu dhul xhelal, pra trit të cilët janë në rrugë të Zotit, Zoti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka lavdru edhe në kohën e vet kur ka qenë gjallë, trit i ka lavdru dhe i ka desh sa herë ka thonë, ja mashar ash-shabab, o i rini e dashur, o tri, men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kush mundet për juve me u martu, ka mundsi, le të martohet, fa in lam yastati' fa alayhi bis-siyam. Ai në të martohet, në të bëjnë darsën, mos ta avanoj martesën, o vëllezër. A pe shohni se, a pe shihni se te ne tash një prej anomalive, prej defektave të mëdha, martesat po vanohen. Tri po i vanojnë martesën. Përpara. Sa vjet janë martuar? 16 vjet i kanë martu gjend. 18 vjet se ka prit mi bo gjali. 18 vjet e ka pas nusën në shpejt. 16-17 që kanë zonë, 18 në shpejt e ka pas. Kur i ka boj 31 vjet, a ju ka bo 32 vjet, ju ka bo plak. Kjo është, atash 26, Allah i ri kava. E për shka do t'ja, do t'ladrojsh nërë të më të poshtë, kava. Për shka kava? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit, martohuni. Nëse su martoni, mani Ramazan. Edhe në shfar kohë e ka thonë, para 1400 vjetëve, s'ka pas shplut, nuk ka pas në TikTok, nuk ka pas Facebook, Instagram. Kur gjohë s'ka pas? Ka thonë, nëse su martoni, e vanoni martesët, ninoni. Se e ninumja martesja, nefsin ta uj. Ta në poshtë nefsin. Po mu pas konë shtë, sa gullame kishtë caktu, thonë, mos gaboni me i lanë fëmijët, vajzët edhe gjendë, për mi 17 vetë, mu konë pa martu. Se është telashe. Nëse i fejoni, mos i lini troqë, mos i lini medalë, defekti i maj madhë, i kohës tash, edhe hoqja e ti shumë mirë, fejohen, masit fejohet, unë e kam folë sa herë, masit fejohet, i ban hoxha një qa, si të ban një qa, ladroj një vjet e gjimës. Kur të vene mu ban darsma të restoranti, selam aleikum, a ban pe anullojmë se u prish. Kejtë sejnët i kanë provu. S'kan lanë sënë pa e provu. Në fund, ajde po dami se nuk përshkon. E përpara jo, vallaj. Përpara që do plesh, përpara që për i shifti që i gjini përpara, ja, nuk ka gudzo kush me bon, kështë ashtë i rivja se reja. Po përpara kur e ke pa? A ditë që ta kanë prunë shpejt. Do vakin bileja ka hek që tërkush me pushk, te i me bishtësini ke pak me vedh me këshirë kusha, edhe shka është. Po ama bereqet ka pas. Po valla. Ka pas bereqet. Para te që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bereqet ka pas. Bereqetin Allahu dhul xhelali ka dhënë. Pse? Sepse njerëzit të cilët kanë besu Allahu dhul xhelali, ata e kanë lip hidajetin, e ata të cilët e lipin hidajetin, Allahu dhul xhelali ja jep hidajetin. Çka ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që e ka lip, e ka kërku, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ban doa për mu, lutë Zotin për mu pa. Ban doa për mu. Gruaja për i thot burrit, ban doa për mu. Sot me i thonë dhe një gruaja në shtëpi me thonë ti ose mu, lutë be Zotin pak për mu. Hire, kanë hallakatën kjo. Samsung mi thonë gruaja, ban doa për mu. Ose burrin me një të ban doa me ngrejt durt me thonë, o Zot, jepi ti mira kësaj, e fale, e drejtoje, o Zot ruje, pi gjithat këshijave. Sone sunnin. Shkon misafir, këtë misafir, shkon të misht, këtë me burra, me gratë e pita, hajde bujnë vladë, këtë me përdore, për këtë vene të veqa, e largon dorën.
përdorë ju vetë vetës si folë. Së në merë vesh. Adi kontradikt, këtë grave qera ju folë të vetës nuk i folë. Telefon, me këtë dunjon të kesh, kur ti boja e veqa telefon në përsi që hanë shakije. O musliman, për shfar njeri më rejeti, hanë shakije bashkëmit se s'kan varë. Në kafe të një, rrinë më një astat me hoqëna, folë më shpicë, e ves, ku shkebe, gruja. Po di me këtë, me dunjon, me folë të kesh, goja në vesh, me tonën, hasë, po të shfar i zonë të jetë. Ta po, o që se zdronë, subhanallah. Aisha, shka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Shiko, ishte e re Aisha. Shka i tha, ja Resulullah, bam doa, i ngriti dorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahumma, kfir li Aisha, o Zot, falja gjunat Aishës. Shiko çfarë doje. Kfir li Aisha, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Çka ka bon përpara dhe çka ka më bon më vonë, falja gjunat. Ma asrarti wa ma a'lanti. Ja Aisha, edhe ato gjunat Zot, falja gjunat, edhe gjunat që i ka haptas që ja di une, edhe gjunat që une s'ja di. Falja o Zot, kështu çfarë doje. Edhe ata që une i di që i di në krejt, haptas i ka, dri gjunat dri të metë, edhe nëse ka bon dri gjunat që une nuk e di, më shafta ose ban dri gjunat, edhe ato falja. Aishës qash ju bon qefi, gruja. Kjo janë familje, këtë familje Zotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dashur. Si familje me pas të muslimanët. Aisha ra në shpatën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pështeti krijen, çika e re, nusja e re, gruaja Muhammed Mustafas i ra Shamia, pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e veti, pa ja Aisha, e sorërti, a u gëzove, a të mirë kjo do, pa po ja Resulullah, shumë mirë. Shumë kam qef të bëjsh doa për mu dhe qështon. Gruja pi thot burët, kam qef me bo doa, shumë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Aisha, walladhi nafsi biyadi. Pasha Zotin, pasha atë që shpirti jam është në dorën e atij, secilin namaz që këtë doa e bëj për ummetin tëm. Shihë sa mu. Secilin namaz këtë doa e bëj për ummetin tëm. E baj dhe me ke për ti, edhe për mu. E te edhe une, për pak e për shumë, e lamë sënnetin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për pak e për shumë sënnetin se falmi, tha, namaz jacies, tha, ditën farz. Tha, po thot, një pjatëve që ne sizojmë, hiq sizon. Tha, po thot, aga, sënnetin jacies, tha, po thot, njën i tha, a mëse i lishta sënnetin jacies. Tha, i tha, aga, na i dhënot nga meri. Së në la se na i dhënot për nga meri, në përqef, i lamë. Gjumon, më spojnë për gjumon. Farzin e falin, edhe dalin. E, qish vjen ajo, fezidnahum, huda, qish vjen? Me përqamje, zvjen. Me gibet, zvjen. Me idhnim me zveti, zvjen. Me gjunohe me zveti, nuk vjen. Me të lashe, me vrasin me zveti, zvjen ajo. Ajo vjen kur tej e lip dhe e kërkon, Zoti ta jep, sikur që ja dha sahabëve. Çka thot në surën Fatiha? Sirata alladhina an'amta alehim. Në ihdina sirata al-mustaqim. Udhëzon në rrugën e vërtetë, në rrugën e kujt? Në rrugën e atinve që ti i udhëzove, i drejtove, an'amta alehim. Në rrugën e atinve njerëzve të mirë, udhëzon ja Rab. E atëherë Allahu thot, fezidnahum huda. Atëherë ne ja upshtojmë udhëzimin atinve edhe ma shumë. Se gjithë shka është imani, vlezër. Në këtë dunja, në këtë jetë që po jetojmë, jetat dinamike u ka po. Me telashe, me gjunahe. Ka të cilësh shonca është 95% me bon gjuna. Ka të cilësh shonca është me bon haram 95%. 5% është shonca me unal. Mirë po, kush e bën atë 5% tranoje ma shumë se 90%. Qka e bën 5% të të boje dritë ma shumë se 95%? Imani, besimin Allahu dhul xhelal. Se imanin Zotin gjithë shka i ndryshon. I prish rregulla. Është mugjizë, është mrekulli. Imani. Atë
të cilin pra muslimanët rinin e sotit e runë dhe e mbron, se caki jo në diçka është vëllezër, me mri dikun. Edhe këta ligjërata na, që hoxha që ka organizuar dhe ka mos që i mbajmë të ligjërata, caki ja dikun më lart. Nuk ka vetëm me e mbajtën në ligjërat, me spiku pak edhe u kri. Jo, caki është më lart me pa, me mri dikun më lart. Se peshofmi se në përgjithësi ummeti Muhammed Mustafas e ka hupë rrugën. E ka hupë rrugën. Në për dhe vetë e ka hupë rrugën. Janë përqarë muslimanët, subhanallah. Afër sa miliard u bonë muslimanët, afër 2 miliardë janë përqarë, peke pensë janë bonë. Një grosht jahudi për i mund. Apo, në më thonë nuk ka vesh këto, mirë po caki edhe këto edhe gjithë kënë do të qetë maj gazë, do të me mri dikun. Këta me gjlise, këta rini, ta shkthena, këta rini që jemi këta. Cakin dikun që tërkon do të ta kemi, pak më gatë. Për para plesht, kur mellshin grunë. Ta të rritë se din që ka me mell grunë. Me mell grunë ose këllëmoq për para, e ngullshin një kungjë, në qështarës. Ara 1000 metre e gatë, ata e ngullshin kungjë në qështarës, edhe me penjë, edhe këto fillimi. Kur niske me gjujtë në grunë, kisë këshirë kënë tokë. Se me këshirë në tokë, kur gjasën ba. Lodhësh me njerë. Ku këshirëshin? Këshirëshin të i kundja gjë në qosh. A gjë, këshirë këtë gjujnë këto për parë. E këta ligjërata, muslimani, si mës ta ketë një kungjë dikun të ngujtë, që të këshirë e larga ma tjetë, kur gjasë ka bën jetën e vetë. Si ta kesh sot për sot, kur gjasë ka bën. Asë në biznis së në fitonë. Asë në tijaret kur gjosë në banë. Le mos që interesi i këti ummeti të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur gjosë në banë. Po qëllimi do të jetë më larg. Qëllimi më larg. Pse martohet njëri? Njëri tha me botë su. Jo, sa është për me botë. Më ushtu musliman. Ai çka mendon? Më ushtu musliman. Për më ushtu. Aja është një pjesë. Po pse martohet? Me i bon ibadet Allahit dhul gjelal. Zoti bon të ibadet me martesë. Martesa të runë prej haramit, martesa të runë prej zinas, amoralitetit. To në vinë të qerët. To në vinë të qerët. Si cila punë e ka kupinin e vetë. Ama qëllimi i trivit, kur ta shofe nusën, mës ta shofe e mirë, dhe qëtë e bukur. Ja. Nuk është kjo. Bukuria kalon. Po me këshirë magat. Ku me këshirë magat? Me bo evlad të cilët evlad do t'jenë të hajrit. Evlad të cilët Zekeria alayhi salatu wasalam që ka thonë? Ka thonë, o Zot, mjep, ma fal një evlad. I cili jerithuni, o jerithu min ali Imran, apo ali Jakub. Apo që të më zavendësojë, për ku? Ta zavendësojë në punë, biznis, jo. Ta zavendësojnë mihrab. E muslimoni do të këshire qaje, ta i vendi, lartë do të këshire. Imani 5% të boje pak ma shumë dritë, se edhe u bo gatë u bo. Imani të boje pak ma shumë dritë. E cili iman ban ma shumë dritë? Imani ati i cili gjithmonë kërkon prej Allahu dhul gjelal. Mirë po, shka ti lipë zotit që. Shka ti lip në këtë dënja zotin? Nëse i lip iman besim, Allahu ta shton imanin. Mos o Allah, nëse lip në qëtëronon, Allahu ta shton edhe ate. Ama dënere, kur lip shumë, këtë dënja, pasha Allahu në fond jetë kërqish, ta kishte hi njani me vedhen, dikon me një vend, mirë po, ka hi me vedhe plashki, natë shpe, ajo shpia në 2-3 katë, ka hi me vedhe, kur e shef një gruje një plak atë. E shef plaka, e dikton se ki ka hajdu, ka hi me vedhe, shka të bojnë plaka, e meqme, thot ka dalë, mos të duhet, sa i në ndorë thikën, që ka pas altia, që ka pas, thot mos të duhet, mos të bënë mëra, unë gju, po të shok kanë eftirën e mirë dhe paske, po të dukur si e lvija. Shka do shka me dhanë me ingjët? Parat qka i kam me t'i dhanë. Altant kam i mledh mi gjetë, se ti së mi gjetë, kam i gjetë me t'i dhanë. Unë që se po ndokur shumë mashallah i mirë. Këti u ban qef, i e jardë lezet.
Kjo ki muhabet. Se s'kish nik si muhabet. Tha shumë i mirë, po më do kështë si e lëvija. Tha edhe më do këtë më mërë menja që te edhe ondrët, di mi spiku. Oho, fija dhije. Unë hunqë, u rahatu. Hajdu, ti ka ime e vedhën, shtej. Tha, apo ma spikon një ondrë. Tha, po ta spikoj. Tha, e kam pa në ondrë, më në birë, tha, në ka dek një gjallë. E ka pasin një Ibrahim. Tha, mas darë ke në, tha, rosh me abdes. Sa i kur be pa abdes, mitën të t'garenë cëllgratë, ma gjukë për bërë. A kemi rrë, be pa abdes, kur qosh khlap uj, edhe kur qosh bëgjumi, elhamdulillah, shi qirë që ka në nëndër, se t'ngarenin. A kemi rrë, a nëndër, kur së në zonë. Me bo, me të zonë nëndër, a që t'ngaren me ta në gjitë kap, mos në qosh, des nëndër. O videt, a kur së në ka, pas të janë, për një ka qore, a së në ka, dhe sa të dalë gjumi, këtë do dhe e mo khlap uj, të te pashtë të gjallin Ibrahimi nëndër. Do të vikaqa. O, Ibrahim, a i larë, sumnike. Të në ofru më nga të prapë sumnike. Tha i vikaqa, o, Ibrahim. Heq, u që dita mërbir. Përës dhejti, o, Ibrahim. Heq, mërbirës, sumni. Përës dhejti, o, Ibrahim. Sumni, heq. Shka kjo, evla. Kër Ibrahimi, pinat, i dëllgjumi. Poshtë, tu, bezbok, si ti vëmë ka shpina, dikur kjo nona tutët, se përmit Ibrahimi. Ibrahimi, o evlat, thot gjelit vetë, o evlat, ka dale se do t'jesë ndorë mëse mit. Le bollë mo, bollë e ka. Aj duti, thot. Ibrahim, mos u nalë. Pse? Mos u nalë se fajet unë i kam. Se unë e kam vej, a hajdut jam, a që shpikoj ondra. Unë e kam i me vej dhe kam i me shpikoj ondra. Më shohë sa të dush se. Shka ti një pëzot? Allah i dhe gjallë i ka rahmetin e madhë. E ka li, i ardë mirë, nisi me shpikoj ondra. Më shohë dhe thaj brej. Më shohë sa të mështë se e lipi, e kërkoj. Edhe për fund për përminat me zhnu lejlës. Më mbonin. Edhe pendaljo, që po bëni Allah. Me më shumë edhe si bised, edhe si dert kje jona. Tha, aj me zhnu lejla ka qenë një te arab përmendet non stop. Ki me zhnu lejla. Me zhnu lejla e ka desh një vajzë e cila ka pas e një lejla. Ata s'ja kanë dhonë. A detër për para s'janë konë. Nuk ja kanë dhonë. Edhe ki halakatë. Ajo martohet, ki halakatë. Ajo banë fëmi ki ka lypë menç, ka shkon lejla. Për derisa në histori që kalëzot, thot e ka vetë njoni e ka nërë njoni pijamotit, të shku në gjami. I ka thonën, edhe sa ka metën dreka, ka thonë, lejla kur thoje. Subhanallah. Tu ka përsi në Ramazan njoni vetë, edhe sa është iftari, kur thirë zoni, kur thoje lejla, që atërë thirë zoni. Qa që është halakatën. Thot një ditë për ditë, Hoxha Lokman, me juve, me gjematin, kemi dalë mu falë, në pak të saraj. Kemi dalë piknik, pak mish, edhe karë namazit drekës, a pe falë juve drekën, a i kemi në rodë dënere, dash janë ma elvija që i kalëzonë. A la pak thire zonë bashkëmirë, a ka hoxha po falë, ka dalë, Allah, ka dalë, se s'kete ja para mu për të me dalë, a po falë, sabër, se të kemi mu falë. Edhe lidhën, ta namaz, morin abdes, lidhën namaz Allah, bërë hoxha imam, gjematin mas. Me gjnoni të ka përci. Të vikat, lejla, ka parki, shkon. Kur këthen, na kemi dhonë selam, edhe të bo madhe, kur këthen a njoni qotë, janë gjithë përgjiksi, të të o me gjnon. Se në gjuhë në arabe me gjnon, si kur të na që jo bëda, jo, të o me gjnon. Po të asna pave me gjnon dhe na të falë, na maz me të bave, asna pave me neve, po të jo, po shë zotin si po. Qish mes na pave na i prishtë namazin, po të vallaj që kanë pa, i drejtohet të hoxhës, po të hoxha fendi, po të ngronë që ka të kalëzojt ti, me gjithë këtë gjëmatit tanë, që e paske, falën edhe në erdë drejtë. Po pse, po pasha zotin, po jo, me desh zotin, sa e du në lejlen, su më kish i pa, sa në si pa shi. A jo, po më shifshi mu, jo, a këtë zotin, me desh ju zotin,